Kena, po, më thuaj. Jam abuzuar seksualisht nga vëllai për 2 vjet me radhë. Këtë ngjarje nuk e kam folur kurrë, me asnjë, sepse më ka ardhur gjithmonë turp dhe mendoja se nuk do më besonin po ta tregoja. Ishim 4 fëmijë në familje, 3 vëllezër dhe unë. Prindërit punonin shumë, se duhet të na siguronin jetesën, por mua më linin në shtëpi me frikën e abuzimit të radhës. Ndodhte kur isha vetëm, ose natën kur flinin të gjithë. Isha 8 vjeç, kur vëllai im i madh nisi të abuzoj seksualisht. Ishin sjellje që më bënin të mos ndihesh rehat, por në atë kohë nuk e kuptoja se çfarë po ndodhte. Më afroi kryesisht natën, sepse flinin të gjithë fëmijët në një dhomë dhe bënte veprime që sot nuk i përmend dot. Mbaj mend që kur hynte ai në shtëpi apo në dhomë, unë trembesha. Vazhdoi kështu deri në moshën 10 vjeçare. Më pas fillova të kuptoj që pa abuzohesha seksualisht dhe nica të rebellohem. E kundërshtoja dhe ai më rrite. I tregova një herë diçka mamit dhe ajo nuk më besoi. Vëllai i vogël zihej gjithmonë me vëllain e madh. Më duket se ai kishte kuptuar. Nga ajo kohë, prindrit më morën të flija në dhomën e tyre, por aty nisi një tjetër torturë. Vëllai i madh nisi të më rrahë brutalisht, pa asnjë arsye. Ika nga shtëpia në një qendër sociale, vetëm për të shpëtuar torturave të tij. Atje më dha ndihmë dhe më kthye në familje. Kur u ktheva, vëllai kishte ikur në emigrim. Nga ai moment shpëtova nga përndjekja fizike e tij, por jo nga traumat që më shkaktoi. Sot jam 40 vjeç, nuk e shëroj dot veten, por me ndihmën e Zotit jam munduar të gjej paqe dhe të gjej forcë. Ta fal vëllain tim. Kjo është historia e Kenës, një ngjarje që sot rrëfehet për herë të parë. Një gjurmë e zezë që mbartet që nga fëmijëria dhe që për fatin e keq të saj nuk arriti të kuptohet nga askush. Kena padyshim është pseudonimi i saj. Kena, përshëndetje. Përshëndetje. Pse vendose ta ndash sot këtë histori me na? Sepse dua të qetësohem dhe të lirohem për këtë trauma. Ndoshta i shërbej dhe dikush që ka kaluar trauma të tilla, të çlirohet nga ndjenja e fajit apo nga traumat që kanë kaluar. Është një ngjarje që ti kthehesh shpeshherë në kujtimet e tua apo përpiqesh ta shmangësh? Përgjithsisht përpiqem ta shmang, por është e pashmangshme dhe unë e kam shumë të vështirë të flas për atë pjesë traume. Në fakt nuk flas me asnjë për atë pjesë, por ndjeja dëshirën dhe ndjeja nevojën ta flas me dikë këtë traumë. Në moment që është dhe mundësia që jam anonim, ndoshta më liron edhe më shumë. Pavarësisht se kanë kaluar shumë vite, çfarë të bën ty të kthehesh në ato kujtime? Cilat janë momentet që ta rikujtojnë? Unë kam 2 fëmijë aktualisht, edhe duke parë fëmijët e mi, nuk është të më rikthejmë fëmijët e mi, por thjesht mosha e tyre dhe trauma që kam kaluar, ajo pjesa e vështirë mua më kthen gjithmonë që ta kujtoj atë dhimbje që kam pasur. Dhe si silles sot me djalin, i cili është më i madh në moshë adoleshente dhe me vajzën që është 5-6 vjeç. Përpiqesh ti edukosh me fjalë apo ke krijuar një lloj distancimi midis të dyve? Jo, përgjithsisht fal Zotit fëmijët janë të mbarë fëmijët, por unë përpiqem gjithmonë që t'i mbaj të ndarë në pjesët të gjumit, të pjesës intimitetit që mos të kenë bashkë. Ndoshta kjo ka lënë gjurmë trauma që ka kaluar. Kena, ne e kemi marrë përjetimin tënd traumatik në rrëfimin që ke bërë në letër, por pa dashur të ta ngacmoj shumë plagën. Dua të kujtojmë bashk ato momente të hershme të fëmijërisë, kur vinte nata dhe ti abuzoheshe seksualisht brenda shtëpisë sënde. Më trego pak se çfarë kujton nga ato ditë. Unë kam të vështirë të flas për fëmijërinë time. Kam qenë 8 vjeç, isha shumë e vogël për të kuptuar çfarë ishte duke më bërë vëllai im. Ne flinim në një dhomë me 3 vëllezërit e tjerë, sepse si çdo familje shqiptare, fëmijët gjithmonë ishin afër me njëri tjetrin. Dhe kur vinte nata, vëllai im i madh gjithmonë do më afrohej te krevati im, do të gjëra për të cilat unë si një fëmijë me pafajësinë e naivitetit nuk mund t'i kuptoja. Çdo natë për mua ishte një mangë. Deri në moshën 10 vjeç. Pra nga mosha 8 vjeçare deri në moshën 10 vjeçare, ti je ngacmuar dhe abuzuar seksualisht nga vllai yt i madh. Ka pasur një moment kur ti je ndërgjegjësuar për atë çfarë po të ndodhte, sepse thej që 8 vjeç ti nuk e kuptoje mirë se çfarë po të bënte vllai. Ku ishte ai momenti që fillove të kuptosh pritse? Nuk është normale kjo. Në moshën 10 vjeçare isha më e vetëdijshme ose po e kuptoja që diçka ishte duke u bërë gabim me mua. Edhe kam reaguar keq. Ndërkohë e para që kam treguar ka qenë mami, nëna ime, por ajo ma mohoi
dhe më tha që ndoshta ashtu të duket ty. Mbaj mend që vëllai i vogël zi shumë, gjithmonë me vëllain e madh. Nuk e di arsyen, por mendoj që kam përshtypjen që vëllai i vogël kishte kuptuar diçka nga ajo pjesë. Dhe 10 vjet shumë kalova të fleja të dhoma me mamin dhe me babin. Diçka në familje ndoshta u kuptua, dhe nga ajo kohë vëllai nuk më preku më, por aty filloi diçka tjetër që mua më abuzonte jo seksualisht, por më ushtronte dhunë fizike, barbare. Trajtohesha akoma më keq nga vëllai. Më dhunonte aq shumë fizikisht sa unë nuk mund të bija pa ndjenja. E tmerrshme. Si reagonin prindërit e tu? Prindrit e mi ishin në punë nga mëngjesi në darkë, edhe përpiqeshin gjithmonë që të kishim atë mirëqenien ekonomike dhe që të na rrisnin me ato që donim. Dhe si çdo prind nuk e besonte fëmia i vet që mund t'ia bëj motrës ose vëllait, dhe ndoshta asnjëherë nuk më kuptuan dhe asnjëherë nuk më besuan. Dhe unë në moshën 15 vjeç ika nga shtëpia, sepse nuk mundesha ta përballoja atë dhunën fizike, dhe aty kam qëndruar në një qendër në Tiranë. Pra nga një qytet i shumë, Shqipërisë, ku ti jetoje, shkove Po. vetëm deri në Tiranë. Po, sepse po kalonte limitet e çdo lloje të njerëzilloku dhe të çdo lloje dhimbjeje që kisha, nuk mundesha ta përballoja më. Ankoheshe te mami dhe te babi për këtë situatë me vllain? Jam ankuar dhe ndoshta aty filloi dhe sheri, në shtëpi se ndoshta diçka u kuptua. Dhe mbaj mend që gjithmonë kishte zënë ka azirje me të gjithë pjesëtarët e shtëpisë. Dhe kjo më detyroi që të ikja nga shtëpia në moshën 15 vjeç dhe të ndroja në një qendër. E kuptoj. Sa qëndrove tek qendra? Pas 3 ditësh unë nuk ktheva në shtëpi. Ndër më dhanë këshillim, më pajtën dhe më ndihmuan goxha. Dhe pas 3 ditësh u ktheva në shtëpi. Me thënë të drejtën, pas ikjes time, mami me aq sa mundej përpiqej të më qëndronte afër. E kuptoj. Si duket mami është bërë e vetëdijshme që ti vërtet ke pasur një traumë të madhe, aq sa të ka Po, detyruar e që ikësh vërtet. nga shtëpia dhe të kërkosh diku tjetër ndihmë që në fakt në shtëpi nuk të jepej. Vetëm kam një pyetje vërtet. këtu, Elona, Po. nëse Kena ka bërë, domethënë kur shkove në qendër, ti i tregove historinë e vërtetë abuzimit, pra tregove që vllai ka abuzuar, apo Po, kishe vetëm dhunë? sepse e kam treguar historinë. Po? Sepse në pamje të parë, domethënë, isha gjithmonë e ndrojtur dhe nuk më kuptonin, nuk e kuptonin çfarë po ndodhte dhe me mua dhe në një farë mënyrë u detyrova që të tregoja. Po, Edhe pse më vinte morën turpe, masa, dhe sepse në momentin që tregohet një abuzim, zakonisht denoncohet rasti. U morën masa dhe mua më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Më këshilluan dhe më dhanë ndihmën kisha nevojë në atë. Pas 3 ditësh të lanë që të shkoje sërish në shtëpi, po vllai ishte prezent ndërkohë aty? Pasi kam shkuar në shtëpi, vllai kishte ikur në emigrim Okej. dhe nuk ishte në shtëpi. Po në fakt Dhe edhe ka Jona- treguar edhe në letër Kena që ky ka qenë momenti kur ajo ka ndjer çlirim, sepse Po, e vllai vërtet. emigroi pastaj edhe ajo nuk pati më kur kontakt të afërt fizik. Po Jo, veç komunikimeve në distancë apo takimeve në raste festash edhe Po, ngjarje që ishin të familjare. Mendoj që ka pasur problem me depresionin, sepse prindrit tanë ziheshin dhe askush nuk e kishte mendjen tek ne. Kuptoj. Ti këtë gjë e kupton tani, se atëherë nuk besoj që e kuptoje, Kena. Atëherë nuk isha kaq e vetëdijshme dhe nuk mund ta kuptoja dot kaq qartë aty. Por tani normalisht e kuptoj shumë mirë. Po, ndoshta ti ke qenë edhe shumë e vogël për të kuptuar shumë gjëra dhe për të thënë disa gjëra, sepse jo më kot Jona shtroi edhe pyetje nëse kanë reaguar autoritetet nëpërmjet organizatës apo qendrës ku ti ka kërkuar ndihmë, pa diskutim që ndoshta nëna është vënë në dieni dhe pa diskutim që ndoshta edhe ikja e vllajt ka lidhje me një mundësi arratisje ndaj Mendoj që po, pavarësisht se unë dhe me familjen time nuk e cek si them, ne sepse kuptoj. më shkakton traumë. Dhe ndoshta nëna nuk ka folur Dhe kur tha me që- vajzën, nuk e ka përballur. Po tha që u tregua më mbështetëse kur shkoi më pas. Po, Bëre një ndryshim vërtet. tek nëna jote, në mamaja në këtë rast. Po, u tregua shumë mbështetje tek mua dhe u përpoq me aq sa mundej të ndihmonte.
Dhe ty si të erdhi ky ndryshim i saj? Me thënë të drejtën ishte një ndihmë për mua, sepse kisha nevojë për dikë që të më kuptonte dhe të më mbështeste. Më ndihmoi ndoshta dhe ikja e vëllait që nuk ishte prezent në shtëpi. Këto ishin ndihmë të mëdha për mua, të më sigurisht.